Emigrimi sezonal ka njohur rritje të fortë në vitin 2025 sipas Securimeter të publikuar nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal. Të dhënat tregojnë se 34.7% e shqiptarëve deklarojnë se kanë qëndruar jashtë vendit për më shumë se 3 muaj gjatë jetës së tyre, duke shënuar një rritje të dukshme prej gati 8% krahasuar me vitin 2024. Kjo rritje sinjalizon rritjen e interesit për punësimin sezonal, veçanërisht në vendet e Bashkimit Evropian. Rritja e qëndrimeve afatgjata jashtë nuk është një fenomen i ri, por një pjesë e modelit të qëndrueshëm të emigrimit, ndërkohë shqiptarët po e përdorin sidomos emigrimin sezonal si strategji ekonomike, duke lëvizur në cikle 3 deri në 6 mujore në sektor ku ka kërkesë të lartë si turizmi, ndërtimi dhe bujqësia. Tendenca e vitit 2025 kthen vendin në nivele të larta të regjistruar para një viti, duke treguar se tregu i punës jashtë vendit mbetet një tërheqje e fortë. Krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria rënditet në grupin e vendeve me numër më të lartë të anketuarve, të cilët janë shprehur se kanë jetuar jashtë të paktën një herë për më shumë se 3 muaj. Nga ana tjetër, vende si Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Malizi regjistrojnë nivele më të ulta dhe më të qëndrueshme. Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina kanë tradita të forta emigrimi, por rritja e këtij viti është më e theksuar në Shqipëri, duke vendosur vendin mes ekonomive me lëvizshmërinë sezonale më dinamike në rajon. Ky zhvillim lidhet ngushtë me kërkesën e lartë për punëtorë sezonal në ekonomitë perëndimore, si dhe me sfidat brenda vendit. Rrjedhimi shumë qytetarë zgjedhin të punojnë jashtë për disa muaj dhe të rikthehen, një model që po bëhet gjithmonë më i zakonshëm. Situata në Shqipëri tregon se emigrimi sezonal, por edhe ai i përhershëm, po kthehet në një mekanizëm ekonomik të rëndësishëm për familjet dhe një sfidë serioze për tregun vendas të punës, i cili tashmë po përballet me mungesë të fuqisë punëtore në sektorët kryesor.